Gjykata Supreme e SBA-s ka dhënë një dritën jeshile për zbatimin e politikës së administratës Trump që kufizon mënyrën si qytetarët amerikanë mund të përsektojnë qenin e tyre në dokumentin e udhëtimit. Me këtë vendim, pasaporta do të përmbajë vetëm 2 kategori gjinore, mashkull dhe femër, të bazuar në seksin e përcaktuar në lindje, duke përjashtuar opsionin X që ishte prezantuar gjatë administratës Biden në vitin 2021. Në kërkesën e saj, administrata Trump argumentoi se politikat e mëparshme shkelte standarde ligjore dhe krijonte pasigurinë në dokumentet federale. Gjykata pranoi se këtë arsyetim, duke deklaruar se shfaqja e gjinisë së mbajtësve së pasaportës nuk shkel më shumë parimet e parazisë sesa shfaqjen e vendit të lindjes. Për gati 3 dekada, Departamenti i Shtetit që e ka lejuar qytetarëve të zgjedhin një shenjë gjinore që nuk përputhet me atë të lindjes në rrethana të veçanta, por ndryshimet e bra nga administrata Biden e thjeshtuan ndjeshëm procesin, duke hequr nevojën për prova mjekësore të tranzicionit të gjinorit dhe duke ofruar për herë të parë opsionin X. Vendimi i Gjykatës Supreme është pritur me reagime të forta nga grupet që mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBTQ+, të cilët e konsiderojnë këtë një hap prapa për barazinë gjinore në SBA. Në anën tjetër, përfaqësuesit e administratës Trump e cilësuan vendimin si fitore për mbrojtjen e vlerave tradicionale. Prokuroria e përgjithshme Pam Bondi deklaroi pas vendimit se ai pasqyron bindjen e administratës se ekzistojnë 2 gjini dhe avokatët do të vazhdojnë të luftojnë për këtë të vërtetë të thjeshtë. Ky vendim pritet të ketë ndikim të gjerë në dokumentet federale dhe në politikën e ardhme në identitetin gjinor në SBA, duke rikthyer debatin për të drejtat e komunitetit transgjinor në qendër të jetës politike amerikane.